Mbrëmjen e së martës u organizua një nga eventet më të veçanta kulturore që bashkoi letërsinë dhe artin poetik mes Shqipërisë dhe Greqisë. Kjo iniciativë e rëndësishme për promovimin e poezisë femërore dhe forcimin e lidhjeve kulturore mes dy vendeve u organizua nga Ambasada e Greqisë në Tiranë. Gruaja sot si në Europë dhe në mbar botën, pavarësisht arritjeve dhe përparimit që mund të ketë, ende nuk e ka arritur të plot konceptin e barazisë gjinore. Megjithatë, Shqipëria ka bërë përpjekje të mëdha vitet e fundit për të promovuar barazinë gjinore si në jetën politike ashtu edhe në atë private. Këtë vit, aktiviteti ynë synon të nxjerrë në pa një tjetër prirje dinamike në një tjetër fushë, ku spikat aktiviteti dinamik i grave si në Shqipëri ashtu edhe në Greqi, atë të letërsisë. Ndikimi dhe roli i tyre sot është më i fortë se kurrë. Pjesëmarrësit kryesore në aktivitet ishin poetë të njohura nga Shqipëria dhe Greqia, të cilat kërkuan që në fokus të jetë roli i gruas në krijimin e një letërsie autentike. Ato gjithashtu kërkuan që të mos ketë ndarje gjinore për krijimtarinë e tyre. Sot në 2025 nuk duhet që të përdorim më poezinë e femrave. Atë që duhet të përdorim është poezia. Kjo nuk do të thotë që nuk duhet të merremi, nuk duhet të zbulojmë vështirësitë që kishin gratë. Gjatë kësaj mbrëmje u bë edhe promovimi i antologjisë poetike Gjysma tjetër e qiellit, e përkthyer nga Maklena Nika si një përmbledhje poetike e 160 poeteve greke të shekullit të 20 dhe 21.